Përshëndetje të dashur ndjekës dhe mirë se vini në podcastin ton të radhës, ku sot kam kënaqësinë të kem në studio Krenar Llogën, ish ministër i drejtësisë. Sigurisht që në fokus do të jetë gjithë ai diskutim për ligjin e jurisprudencës me akuzat që kanë ardhur nga pushteti apo edhe me gjithë diskutimin se pse kjo situatë nuk u zgjodh ashtu siç duhet, por pa diskutim do diskutojmë edhe çështjet e politikës ditore. Faleminderit që je pjesë e këtij podcasti. Faleminderit profesor. Je rikthyer në opinion pas një kohe. E di që këto pyetje të janë bërë shpesh, por a ka qenë e mjaftueshme kjo distancë për një reflektim më të balancuar? Normalisht bëhet fjalë për një periudhë 6 muajore, kur secili brenda vetes t'i bën një farë lloj katarsisi. Është më pranë familjes, i përkushtohet vetes më shumë dhe unë besoj që është një kohë relativisht e shkurtër për të arritur në një konkludim akoma më të saktë. Por e dëgjova dikundi që kishte thënë që kam ikur nga partitë, po jo nga politika. Po, kështu ka qenë edhe ajo që kam shkruar në Facebook, ku kam thënë që jap dorëheqje nga jeta partijake, po jo nga jeta politike. Edhe një pyetje të ngjashme kur më tha që ne gjithë jemi qenie politike sepse jetojmë në një kohë kur kemi drejtën të zgjedhim dhe të na zgjedhin dhe kjo i bën gjithë njerëzit qenie politike. Vetëm një rob nuk është politik sepse ai trajtohet si send. Edhe unë dhe secili njeri i gjallë vazhdon të jetë një qenie politike. Unë dua të të pyes në fund edhe për çështjen e partisë, e aleancës, e gjithçka çfarë ndodhi, sepse ka një diskutim në publik, edhe disi edhe një lloj keqardhje kur diskutohet për peshën që e kishte dhe efekti ne e dim çfarë është, por do ta bëj edhe këtë pyetje këtu dhe pastaj do kalojmë te aktualiteti. Nuk e sheh veten më në politik te partia e Zejadin Selës? Dgjoj, nuk e shoh vetëm politik të asnjëra parti politike sepse ka qenë një vendim i cili është menduar gjatë, ka qenë një vendim i cili është konsultuar me pjesëtarët më të afërt si familje dhe shok, dhe ka qenë një reflektim i cili besoj që ishte i duhur dhe që do të jetë kështu edhe për një kohë gjatë. Po nuk e përjashton pas një kohë, megjithatë nuk ka lidhje cila parti, se këtë e sqarë që të jesh edhe aktivisht politikisht diku tjetër. Unë mendoj që në Maqedoni kjo jeta për te partive politike është shumë e vakt. Dhe nuk e them unë, kur takon shumë njerëz, shumë miq, domethënë duke qenë se skena politike është polarizuar aq shumë, domethënë me njëri gjujnë ose një njërin krah ose krahun tjetër, por ka shumë hapësirë që bota të jetë më me ngjyra, edhe të kemi edhe të ndërmjetën, të kemi edhe asnjans, të kemi edhe domethënë vende që mund të plotësohen edhe nga shoqëria civile, edhe nga njerëz publik, qofshin këtu edhe gazetar, politikan, profesor, të cilët do të kenë një zë të fuqishëm në publik. Edhe unë mundohem që këtë zë ta mbaj gjallë, mos shuhet, jam aktiv siç kam qenë për gjithë ato devijime apo për ato procese të cilët mendoj se janë të duhura, ose jo thjesht po bëj kritikun ashtu siç duhet ta bëj çdo intelektual. Për gjërat mira duhet të thuhen fjalë mira dije, për gjërat e këqija do duhet të kritika. Dakor, pra për një periudhë të caktuar do jesh më tepër si një zë i shoqërisë apartiake, ta them, por tejet politike. A mendon se do të paragjykohesh kur do ta bësh këtë kritik? Normalisht dhe se do paragjykohem, sepse e thash edhe pak më herët, domethënë duke qenë kjo bota brenda marrëdhënies së veriut shumë e polarizuar, në momentin që ti nuk dakordohesh me mendimin e tjetrit, me njëherë të fut në skajin e kundërt. Dhe gjithmonë flitet për ty, jo për temën. Domethënë unë kur flas për temën, ata nuk merren me temën, merren me mua. Edhe kjo është një humbje kohe, edhe një mos pas një kulture të debatit. Dhe mendoj që dal nga dal do arrim qëllimin që për tema të caktuara të kemi mendime edhe me njërin palë, edhe me palën tjetër. Në fakt, po më kalon në një terren të cilin një grup njerëzish intelektualësh, njerëz më të pavarur, sigurisht me qëndrime, por jo të lidhura me partitë, ndjejnë si shqetësim, sidomos kohëve të fundit ku mungon biseda, mungon trajtimi i shtruar të çështjeve dhe jo polarizimi nëse ti mendon në këtë lloj mënyre,
automatikisht i përket interesit të një tjetri. Jo thjesht vetëm tjetrit, por interesit të një tjetrit. Mendon që kemi kaluar, ose skena politike aktuale kontribon shumë që debatit jeti polarizuar, sepse ata me polarizimin përfitojnë? Në këtë 10 vjeçar ne jemi futur në një tranzicion i cili ka sjell në fillimet e saj shumë çështje të dobishme dhe kjo ka ndodhur fal edhe aleancës për shqiptarët. Domethënë vetë ngjitja në skenë të aleancës për shqiptarët si parti politike e relaksoi situatën. Se për herë të parë ne pam që parti politike shqiptare mund të bisedojnë bashkarisht, mund të ulen normalisht. Dhe kjo ndodhi edhe gjatë procesit të vitit 2016 të zgjedhjeve dhe pasaj kur u bë edhe ajo është quajtura platformë e Tiranës. Domethënë pati një relaksim të jashtëzakonshëm të komunikimit ndër shqiptar. Kjo për 10 vjet qëndroi e tillë dhe fal këtyre 2 viteve të kësaj qeverisje kjo nuk ndodh më. Fal këtij debati që ndodhte edhe në familje edhe në jetën e përditshme, shqiptarët arritën që Maqedoninë ta bëjnë pjesë të NATO-s, arritën që të cilin ligj për gjuhët, arritën që edhe për opozite një parti shqiptare e cill ligjin për në shtetësi, domethënë pati shumë produkte, mund të themi, pozitive, dhe kjo është një shkollë e mirë e politikë bërjes. Fakti që sot Aleanca për shqiptarët ndodhet në këtë përplasje të madhe është pasojë një investimi shumë të madh Maqedonas, sepse para ardhjes së kësaj partie ne kishim një polarizim të njëjtë si sot, kishim një gjuhë devalvuese, denigruese, që mirështe me sharje, nuk mirështe me tema, dhe për 10 vjet kjo nuk ishte pjesë e përditshmërisë. Normal, do të kishte tek tuk në një komunikim i cili ishte më i ashpër, por gjithmonë edhe gjuha parlamentare, edhe kualiteti në parlament, por edhe jetën politike ishte në nivelin më të lartë të mundshëm. Domethënë debatohej edhe me kundërshtarin tavolinë. Nuk debatohej me kundërshtarin duke e sharë përmes kanaleve televizive apo medjave tjera. E thash, kjo i pengonte oligarkisë, sidomos oligarkisë maqedonase, edhe ato investuan dhe shkatruan djathtën shqiptare në Maqedoni, duke pasur përpasoj tani më disa fraksione të kësaj partie. Normalisht një ditë Bashkimi Demokratik për Integrim do të binte nga froni. Edhe një 20 vjeçar ishte i madh. Mirë po ju kishit nga ana tjetër zëvendësimin e këtij subjekti politik me një subjekt i cili në variantin më të keq ishte po i mirë sa BDI-ja, por shumë i mirë se sa BDI-ja, sepse u pa edhe për një periudhë kohore 16 mujore për cilësinë e kuadrave që erdhën nga opozita, njerëz të ndërtuara në opozit, njerëz profesional. Dhe në atë kohë jemi kujdesur që në gjitha këto sfera ku do duhet çonim ministra apo përfaqësues nëpër drejtori ose të tjerë, institucione të tjera ka qenë të kualitetit më të lartë. Dhe ju për zëvendësimin e BDI-s kishit një subjekt e etabluar politikisht ndërtuar më shumë se 10 vjet. Dhe kjo, nëse ndodhte kjo që ndodhi, përsëri do të kishte një parti e cila kishte taban kombëtar, intelektual dhe profesional. Por që kjo mos bëhej, u godit Aleanca për shqiptarët. Dhe u godit ajo pjesë e strukturës apo elitës shqiptare që duhet ta zëvendësonte BDI-n. Dhe tani në momentin që ju keni hequr zëvendësimin dhe keni sjell një vendësim i cili vetëm teknikisht ishte opozit 6 muaj ditë. Teknikisht nuk bën. Domethënë ato zotëri kanë qenë bashkarisht me pjesën e Bashkimit Demokratik për Integrim ka qenë pushtet. Dhe duke qenë teknikisht ushqit para opinionit si ndryshim. Dhe përpasoj ne kemi këtë qeverisje. Dekor. Thashi për Aleancën do të pyes në fund, por me që natyrshëm rreth biseda edhe më pëlqen sepse ky lloj diskutimi i tillë duhet të jetë më i lirë, më i çlirë, më me tone bashkëbiseduese. Do të vazhdoj të të pyes për këtë. Atëherë, konfuzioni pak të njerëzit, Krenar Lloga, kur e bën këtë përshkrim është se sulmet Aleancës nuk i erdhën veç nga jashtë. Po shokët tuaj që ju ishit një e krijuan përçarjen e madhe. Dhe si ta besoj një qytetar që e shihte me simpati Aleancën për shqiptarët, edhe unë deri diku atë e thash për arsye të ndikimeve që kishte, por nga ana tjetër përçarja erdhi nga brenda.
Nuk mund thuhet vetëm se përçarja erdhi nga brenda, sepse vetëm disa javë para se ndodhte përçarja ju keni një prononcim publik të kryetarit të opozitës së kohshme, kryeministit të sotshëm, Kristian Miskolski, i cili e dha në mënyrë profetike se çka do ndodh. Pra ju thoni që VMRO-DPUNE ka ndikuar në përçarjen e Ashës? Së bashku me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Kjo ka ndodhur në një koherencë të jashtëzakonshme para se të ndodhi dhe siç e shohim edhe sot, vazhdon një njëjti bashkëpunim i VMRO-DPUNE-s me kryeministrin Kurti, i cili është i heshtur çuditërisht për shumë tema sensitive në Maqedoni dhe është i vetmi kryeministër së bashku me Orbani i cili ka vizituar Maqedoninë. Ne jemi një vend totalisht i izoluar, nuk ka ndodhur kështu për kohën e Gruevskit, që Maqedonia të jetë një vend i cili është izoluar në arenën ndërkombëtare, pak a shumë performancë njëjtë ka edhe Kosova, dhe tani me ikjen e Orbanit, i cili nuk është më kryeministër, besoj që do të shohim akoma më shpesh takime bilaterale të kryeministit Kurti edhe kësaj. Okej, sa po je proklamuesi ide se ne duhet të flasim, që duhet të komunikojmë. Edhe realisht shqiptarët, për ne, për mua, për shumë të tjerë, është pak e papranueshme që klasa politike nuk po ulet për çështjet bazike. Edhe do dalim te ligji ngadal, sepse është një nga çështjet. Po më fal, vetëm edhe një pyetje. Në qoftë se je për të diskutuar, tani nuk je partijak, sigurisht me qëndrime dhe me ide. A mendon që përfaqësuesi i Albin Kurtit, siç thotë vetë kryeministri Kurti, un kam përfaqësuesin tim atje, do të ulej me ty, do të diskutonte. A do të diskutonin me ty dhe jo vetëm me ty, po a do të diskutonin me gjithë... Me mu, por jo për mu. Po, pikërisht, për temat, jo për ty. A do të diskutonin klasa politike së bashku për t'i dhënë këto zgjidhje? A do të diskutoj me ty Azir Aliu, do të mund të ulet si ministër tani një qeverie tjetër dhe të thotë e krenar, ne jemi, kemi pas historinë tonë, kemi pas dështimet tona. Do dhe tani. Po, a nuk duhet kjo të krijojë atë tonin më bashkëbisedues? Patjetër, domethënë unë kam ruajtur linjat e komunikimit me gjithë ish-partjakët. Unë kam qenë i kujdesshëm edhe gjatë periudhës së ndarjes së aleancës, duke pasur në fokus të kritikës sime vetëm kryetarin e saj. Në mënyrë që ne të lëm hapësirë që të ulemi me gjithë tjerët, sepse ne kemi qenë bashkarisht, familjarisht në për dasma, ne kemi qenë në për morë ke njëri tjetër dhe fatmirësisht edhe unë po edhe shumë tjerë arritën që të ruajmë komunikimin njerëzor. Edhe sot që ne flasim, domethënë ruhet komunikimi. Unë kam komunikim edhe me Azir Ali, unë kam komunikim edhe me të tjerët. Njësoj siç kam ruajtur komunikimin edhe me pjesën tjetër të ish koalicionit kur patëm ne me Alternativën, me zotin Afrim Gashi, me zotin Zekiria Ibrahimi. Kemi shtrirë dorën në një event me një pas kritikave që i dhashun edhe me kryetarin e komunës së Tetovës dhe një herë kryetarin e Vlet, por edhe me zotin Mexhiti, domethënë nëse nuk ndodh kjo, do të jemi një shoqëria normale. Por pak më herët në temën që biseduam, desha të jap një informacion që për herë të parë do ta tregoj. Një ditë para se të ndodhte përçarja, un kam kërkuar dhe jam takuar me zotin Glau Konjufsa në një lokal në Prishtinë. Edhe i kam kërkuar me ngulm që vetëvendosja duhet të heqë dorë nga kjo gjë, sepse nuk do të ndodhë ndryshimi. I kam shpjeguar të njëjtat gjëra që i thash edhe më herët që nuk mund të jetë opozitë. Edhe ju po prishni një investim 10 vjeçar të shqiptarëve të Maqedonisë dhe se çfarë do që të ndodh pastaj nuk do të jetë auguri mirë për shqiptarët e Maqedonisë. Dhe i kam thënë që nuk janë pyetje vetëm këto zgjedhje, por janë pyetje edhe zgjedhjet lokale. Kam nxjerr telefonin dhe i kam shpjeguar që ne presim pas një viti, presim që të garojmë zgjedhje lokale. I kam thënë që Brvenica është në rrezik, Kërçova është në rrezik. I kam hapur hartën, i kam thënë që Çashka është komuna e dytë më e madhe me territor në Maqedoni. Është Buteli komuna e dytë në Shkup, në qendër të Shkupit, e cila duhet mirë dhe unifikimi i faktorit politik shqiptar do të cilë vetëm do vi. Normalisht ai ka nda shqetësim, ka qenë i rezervuar për arsyet që tashmë dihen. Kam kërkuar, në fakt i kam shpjeguar me vëmendjen më të lartë mundshme se ky organizim politik i shqiptarëve që tash janë bashkë para se të na ndodhte e keqja, ka ndodhur disa herë në Maqedoni dhe ka ndodhur edhe në Kosovë.
edhe nuk ka asgjë të keqe. Dhe po flasim për një 10 ose 20 vjeçar se kush do ta mbizotrojë skënën politike. Ose do të marrin shqiptarët një 10 vjeçar begat, ose do të marrin maqedonasit një 10 vjeçar begat, por çdo gjithmonë në kurrizë të shqiptarëve. Ka qenë i rezervuar dhe unë mora mesazhin në fund ku zoti Konjusa më tha që uroj që ky proces të jetë sa më pak i dëmshëm për shqiptarët e Maqedonisë. Dhe unë kam komunikuar me të gjithë. Dhe kjo do të thotë që ata kanë bërë me vetdije këtë gjë? Nuk besoj që i kanë për llogarit pasojat e asaj, sepse atyre u ka interesuar një rotacion politik në Maqedoni, por në fakt me njerëz të cilët kanë qenë pjesë e pushtetit dhe nuk ishte rotacion. Domethënë kemi një zëvendësim. Domethënë edhe thotë edhe vetë BDI-ja që këto janë një pjesë që ka funksionarë që kanë qenë në eshalonin e parë dhe një pjesë në eshalonin e dytë. Shto këtu tjetrën që Alternativa është një subjekt politik i cila ishte krijuar në qeveri, duke qenë partner i zotrit Zaev, pastaj doli në opozitë për një periudhë kohore kur ne garuam gara, pastaj përsëri u kthye në pushtet. Besa ishte po ashtu pjesë e pushtetit. Domethënë kishin qenë njerëz të cilët në periudhën 20 vjeçare kishin një garë se kush kishte qenë më shumë BDI. Normalisht, zoti Izzet Mexhiti ishte fitues absolut, por me njërë pas tyre radhiteshin edhe figura tjera si ish sekretari i ekonomisë, i shtetëror i ekonomisë, zoti Bilal Kasami, por njëjti ishte edhe përfaqësuesi pra nuk ju vlen ai konstatimi konstant që e thon, ai deklarimi konstant që e thon që 20 vjet nuk është bërë asgjë. Se janë pjesë, ju thoni që edhe ata kanë qenë pjesë të këtij 20 vjeçari. Ikja nga përgjegjësia është vetëm mashtrim. Mashtron veten asnjë tjetër. Domethënë unë ndaj përgjegjësinë e çdo milimetrit të asaj që ka ndodhur në qeverisje ose bashkëqeverisje në koalicion ose bashkëkoalicion. Mund një pjesë të mos kesh qenë dakord, po ajo që mbetet është pjesë e trashëgimisë politike. Dhe në këtë rast Vleni ka një sjellje të paprecedent politike, edhe pas 2 vjetëve ato vazhdojnë të thonë që BDI-ja nuk e ka rregulluar. Domethënë, e thash edhe një emision tjetër, janë fëmijë qaraman, edhe pse ka arritur moshën madhore, sot mund t'i kenë një fëmijë 40 vjet, ankohet pse prindi nuk i ka bërë një shtëpi më të bukur, pse si ka bërë një babës. Po fatkeqësisht mund të thuhet kështu. Këtë jeni duke thënë, pra në terma psikologjik, kur fëmijët nuk e te kalon baban ose kompleksin nënës e tjera e tjera. Do të kthej pak te komunikimi dhe do ta mbyllim me këtë pjesë. Në qoftë se më thua që ti si ish ministër, ju si ish ministër dhe si partijak, ish partijak, ke një komunikim ende me politikanët aktual, ata që janë në pushtet dhe jo. Dhe kur artikulohen këto shqetësimet, si ka mundësi që nuk i marrin me dashamirësi atëre? Si ka mundësi që nuk i shohin shqetësimet që shprehen nga qytetarët, nga njerëzit, se gjërat jo domosdoshmërisht shkojnë ashtu siç portretizohen. Kjo është dilema e madhe që shumica e njerëzve e kanë. Se unë i kam dëgjuar vetë qytetarë që i shprehin pa kënaqësinë, që nuk do me thënë fare që do të shkojnë të votojnë për kundërshtarin. Ose nuk dalin fare. Do me thënë nuk është fare kalkulimi politik, po është shqetësim qytetar që disa gjëra nuk funksionojnë siç duhet. Ka një rikthim brapa, ka një tension ndërretnik që nuk ekzistonte. Dhe këto shprehen si shqetësime. Dhe tani për një hap më tej, përderisa sa po tha që keni komunikim, jeni të lirë, të shprehni, keni pasi marrëdhënie shumë të afër njerëzore. Këto shqetësime, qoftë edhe vllazërore kur ju thuhen, si ka mundësi që nuk depërtojnë tek ata? E para, ky 10 vjeçar i komunikimit ndërprer, ashtu siç thash këto 2 vite, dhe duhet një autoritet më i lartë që të mund t'i ulën tryez. Unë nuk jam autoriteti më i lartë. Por fatkeqësisht Maqedoni mungojnë edhe këto elitat e asaj pjesës gri që nuk merret me politikë. Domethënë ne kemi një mungesë totale të përfshirjes së universiteteve në jetën publike. Domethënë universitetet kanë qenë thuajse të padukshëm në gjithë jetën publike, janë marrë vetëm me evente profesionale, shkencore, gjë që nuk duhet ishte kështu. Por do duhet
këtë platformë komunikimit, nëse nuk mund ta bënin vetë shqiptarët e Maqedonisë, do duhet të bëhen në shtetet Shqipërinë dhe Kosovën. Më kujtohet që në Shqipërinë tani dhe Kosovën e shohin përsëri me prizma politike. Po ti je për Shqipërisë, ti je me Edi Ramën dhe po ti je për Kosovën, ti je me Albin Kurti. Qytetarët janë me të gjithë. Këtu desha dal, duke pas parasysh që edhe Shqipëria dhe Kosova ndërmjet vetë kanë një gjuhë jashtëzakonisht përjashtuese dhe polarizuese, e ka lënë që efektet më të mëdha ndihen në Maqedoni. Më kujtohet Indiri Arben Xhaferi kur e ka pas këtë rol në Shqipëri dhe ngritën një platformë të komunikimit. Edhe ai ka qenë prezent disa herë në Tiranë ku ka ulur spektrin politik atje në kohë dhe ka qenë ajo që ne po e kërkojmë dhe nuk e gjejmë në Maqedoni. Domethënë një autoritet i cili është më i lartë se shqiptarët e Maqedonisë dhe që do t'i sjellë në një platformë, një tryez bisedimi normal, jo polarizues, jo përjashtues. Ky autoritet mungon. Do duhet ishte detyrë universiteteve, por ndërkohë që ndodhi gjithë diskutimi, ka garë në Universitetin e Tetovës, pati një garë partijake, politike në Universitetin Nën Tereza, edhe pati thuajse as pak garë në Universitetin e Evropës Juglindore, kur trashëgua rektori. Kur kjo nuk ndodh në Universitetin Shën Kirili dhe Metodi, aty pati një zhvillim drastik para 3 ose 4 viteve, 3 viteve, kur zgjodh një zonjë rektore nga studentët edhe nga profesorët, edhe pati një komunikim publik, pati një platformë, pati zgjedhje, tani më edhe pse kryeministri për fat mirë i shënoi 2 humbje, një afat për 2 jave, ai humbi kolegun e Zyrës në garën për rektor në Universitetin e Kiril Metodi dhe humbi po ashtu një mik të vetin që të vinë në odën e avokatëve të Maqedonisë. Unë kur e sugjeroja këtë pyetje, se kur e bëra pyetje nuk e bëra në kontekstin e asaj e një autoriteti, sepse ndoshta nuk do duhet të mësohemi që të ketë dikush nga lart të na diktoj, po në sensin e vetdijes të secilit prej nesh, aq më tepër kur kemi pas komunikime dhe kemi pas lidhje profesionale, personale, që kritikat të mos merren në mënyrë aq mbrojtëse, aq defansive. Domethënë politika për këto 2 vite në vëmër DPN-s dhe Kristian Mickosit është më fataliste, sepse ai ka bërë kapjen e gjithë pushtetit. Dhe një prej pushteteve më të rëndësishme janë mediumet. Ju shihni që figura politike të opozitës nga televizione dhe mediumet caktuara linçohen prej mëngjes. Do thonë, ju keni ora 9 ose 10. Do të thënë këto kopjojnë vëmërë DPN-n, kjo është ideja. Po përkthejnë, nuk them kopjojnë. Se po të kopjojnë të kishte qenë gjë e bukur, se ti mundohesh të shohësh një shkronjë dhe mund të ikë, por kur përkthejnë është pak më e lehtë dhe më e ulët. Domethënë, fal këtij 2 vjeçarit sot kemi kapjen e shtetit totalisht. Domethënë, këtë nuk mund të arriti ta bëj për 10 vjet Nikola Gruevski, këtu u kry. Presidenca, parlamenti, qeveria, komunat, shërbimet apo agjencitë e sigurisë dhe shërbimet sekrete, bota mediale. Dhe ju, kur nga mëngjesi deri në darkë u serviret njëherë opinionit Maqedonas dhe opinionit shqiptar, patriot dhe tradhtar, ju mos plisni që njerëzit që ta konsumojnë gjithë këtë farlloj diskursi publik nesër tjerë në Koperus. Ju këtë farlloj loje të madhe të patriotëve dhe tradhtarëve në nivel qendror, ju keni në nivel lokal. Domethënë nuk ka debat më nëpër këshilla komunale. Nuk ka debat nëpër, domethënë gjithmonë është terminologjia përdoret ajo e fundit për të sqaruar një ndodhi. Dakor. Dua tani të diskutojmë në fakt për këto ligje që lidhet me përgjegjësinë e klasës politike që është në pushtet dhe sipas asaj që ju thoni, këto sillen në mënyrë të papërgjeshme ose janë në ndikim të plot me VMRO DPMN ose veprimet i bëjmë për shkak të ndonjë interesi tjetër, sepse në qoftë se ndjekim logjikën e kritikës e gjërave që nuk funksionojnë dhe ato vazhdojnë, duhet të ketë një gjë. Dhe së fundmi, jo më larg se sot përsëri ju përmendët kur ishit ministër i drejtësisë për ligjin e jurisprudencës, pikërisht nga përfaqësues të vlenit. Po propozoj të dëgjojmë deklaratën dhe ta komentojmë dhe të sqarojmë pikërisht çfarë ka ndodhur me ligjin dhe me procedurat. Lusë Regjin që ta luajmë videon e përgatitur. Po,
Krenari Musaidi, kur ka qenë ministër, në vend që ta zgjedh me të drejtë që ka pas kuadrat ministrisë së vetë, me vendim të ministrisë, nuk e zgjodhi. Vetëm problem që e zgjodhi krenari sa ishte ministër, ishte abstenimin dhe vjetërsimin e landës së Mjalkovit dhe Jankullovskës. Prandaj, këto kanë vetëm folklor, kanë vetëm deklarata politike, çdo ligj që është jashtëzakonisht i mirë për shqiptarët, për studentët, për provimet që po i zgjedhim në mënyrë sistematike, duhen që të krijojnë përbaltje për të thënë se edhe këto nuk kanë gjetë zgjidhje, po ka zgjidhje me defekte, që nuk është e vërtet. Humori zi. E para, nuk që një deputet do të ketë një kulturë elementare juridike. Në akuzën e tij thotë ka bërë abstenimin dhe falen, që s'ka të bëj fare, sepse... Do të thua që nuk e kupton fjalën abstenim? Po, ai ka përdorur në një vend kur nuk i takon, ai në vend që thotë falje, ose cilën e një ligji që ai pretendon që nuk ka ndodhur. Zotëria në fjalë po jep fluskulla, po nuk e bën për herë të parë, sepse vokabulari i gjithë i tij është me 300 fjalë, të cilët janë të njëjtët, edhe fatkeqësisht do duhet në çdo ditë që ti dëgjojmë. Po ja ta konkretizojmë pavarësisht. Deputeti në fjalë thotë që ke falur, apo ndoshta atë ka dashur të thotë, Mjalkovin dhe Jankullovskën. E para, të dy zotërit edhe zonja, domethënë zotëriu dhe zonja në fjalë e kanë kryer procesin gjyqësor para se unë ty në qeveri të bëhem ministër. Zonja në fjalë është i vetmi burr i VMRO-s i cili ka kryer dënimin me burg. Gjithë tjerët smurëshën, kush për barkut, kush për... Ti nuk mund ta falje. Po s'kam asnjë instrument për ta falë. Për të falë ka presidenti me falje dhe amnistia të cilën e bën kuvendi i Maqedonisë. Por ai ka harruar se ai ka qenë në qeveri kur ka ndodhur gjithë këto procese. Dhe ka qenë pjesë e listave të LSDM-s. Këto gjëra kanë ndodhur në qeverisjen e tij kur ai ka pas ministrin e kulturës dhe ndodh një situatë shumë e papërgjegjshme politike kur gjithmonë para zgjedhjeve flasin se do të rregullojnë çështje të caktuara, sidomos në sektorin juridik, por asnjëherë nuk marrin përgjegjësi për të udhëhequr Ministrinë e Drejtësisë. Pse tani nuk marrin përgjegjësi? Ka paralajmëruar kryeministri rikonstruim? Merë zotni zgjidhe. Pse do duhet dikush tjetër të fajsohet kur i ka bërë gjitha detyrat të cilët janë dhënë konform kushtetutës edhe ligjit. Dakor, deputeti Azizin e përmend fjalën abstenim, por në fakt amnestin me siguri ka dashur të thotë, e ke falur Mjalkovin? Po ke amnestuar? Po si me çfarë instrumenti? Se për të falë do duhet të jesh ose mbret ose presidenti i Republikës. Unë nuk kam pas atë titull asnjëherë, nuk besoj se do të më jepet ai mundësi për që mbret, jo, por as president për arsye të kësaj skeme zgjedhore. Por bëhet fjalë për njerëz të cilët nuk i kuptojnë këto fenomene, as këto institucione, as edhe pjesën e asaj që quhet kulturë elementare juridike. Dhe mund vjen keq. Megjithatë, ai thotë që akuzat që i bëhen zgjedhjeve juridike janë një lloj folklori ose duan gjithë ata që kritikojnë, duke përfshirë dhe ty, por të treguar që as ne se kemi bërë, por as këto se kanë bërë. Ka të vërtet në këtë akuzë? Si e shikoni ligjin për ose zgjidhjet që jepen tani për provimin e jurisprudencës edhe për ato të tjera? E para nuk është vetëm ky provim. Janë 3 provime që organizon Ministria e Drejtësisë. Dhe këtë iniciativë që t'jepën në gjuhën shqipe e kanë bërë si Ministri i Drejtësisë me vetë iniciativë. Nuk ka pas kërkesë të studentëve kur unë ka marrë këto materiale. Dhe ka pas një komision i cili në pjesën dërmuese për dhënien e provimit ka qenë Maqedonas dhe ne kemi pritur sepse kështu ndodhi, skadoi mandati në dhjetor të vitit 2023 dhe në janar të 2024 ne kemi krijuar një komision i cili për çdo provim ka një shqiptar dhe një Maqedonas, ose antari ose zëvendësi dhe e kundërta janë shqiptarë dhe Maqedonas. Domethënë krijuam herën e parë mundësinë që në mënyrë praktike të jepet ky provim dhe mos ketë implikime financiare. U kujdesëm... Më falë që ta sqarojmë sepse shpesh ka pasur edhe sinqerisht edhe opinioni ndoshta është lodhur me një
grumbull informacionesh të cilat krijojnë pastaj paqartësi. Pyetja e madhe ishte që vazhdimisht thuhet që ligji për gjuhët është sjellur dhe është miratuar 2019-ën, ndërkohë që ky ligj për jurisprudencën, apo siç thatë dhe ju, ose këto mekanizma që ju i përmendet, kanë filluar në 2023. Kanë të drejtë qytetarët të thonë që pse u vënua kaq shumë kjo çështje. Ta themi hapur, ta themi lirshëm, që pastaj të dalim te pikërisht te propozimi që ju e keni ndërmarrë. Atëherë, para se të vijë unë ministër, 3 vitet i kanë konsumuar 3 ministra Maqedonas. Dhe ato nuk kanë patur as edhe kërkesë për të bërë kjo në gjuhën shqipe. Tani, a është kërkesë formale, a duhet të bëhet, mos bëhet, është çështje tjetër. Por nuk kanë patur. Pra, se zakonisht thonë gjithë ministrat e drejtësisë kanë qenë shqiptar, të BDI-së. Po, një mashtrim shumë i madh, sepse ligji për përdorimin e gjuhëve sill vitin 2018, kurse flitet për ministrat të cilët kanë qenë pas miratimit të këtij ligji që këtë rast janë ministër paraardhës fëmijë që kanë qenë Maqedonas. Nuk ka pas kërkesë formale. E them edhe një herë hapur, ka qenë vetë iniciativa e ime në 2 universitetet kur kam bërë vizitë, në Universitetin e Evropës Juglindore, në një konferencë ndërkombëtare, por edhe në Universitetin e Tetovës, kur kam dorëzuar vendimin për hapjen e klinikës juridike, kam thënë që ka qenë kërkesë e gjeneratës sime, por edhe një shqetësim edhe juaj që provimi i jurisprudencës, por jo vetëm ai, edhe për notariat, edhe për përmarrim të bëhet në gjuhën shqipe. Dhe u kanë shpjeguar këtë që u shpjegoi juve, që komisionit i del mandati në dhjetor, po përgatisim ligjin. Në atë kohë ka qenë, domethënë, kvartali i fundit i vitit, e kam thënë që i kam dërguar gjitha pëlqimet për t'i marrë që të bëhet në gjuhën shqipe, dhe nga dalë po vinin gjithë pëlqimet. Kjo është bërë pa zhurmë, kjo është bërë pa rrahje gjoksi. Dhe prandaj sot për herë të parë njerëzit mësojnë se ka pas iniciativë e cila nuk ka qenë me kërkesë. Dhe në janar, pra ju thoni për sa kohë kanë pas ministrat e drejtësisë kanë qenë Maqedonas nga viti 2019, nuk ka pas një kërkesë të tillë. Kjo kërkesë ka ardhur kur ju ishit ministër? Nuk ka ardhur kërkesë, ka qenë vetë iniciativë ime. Vetë iniciativë juaj. Domethënë ju e keni filluar si vetë iniciativë pa kërkesë dhe i keni sjellur ato mundësi ligjore të cilat pastaj u vunë në dyshim. Tani, ku është sipas jush problemi sot? Ishte mungesë e vullnetit të ministrit aktual, apo realisht ligji nuk e lejon një gjë të tillë, sepse tani po jepet apo do të tentohet të jepet zgjidhjet tjetër juridike. Tani na jepet varianti në Shqip i përkthyer nga qendrimet e DPM-s. Ky propozim ligj, i cili është para meje, mban në shkrimin e kryeministrit kohës Dimitar Kovacevski 24 janar. Përgatitjen e ligjit e bën dhe e dorëzon në qeveri Ministria e Drejtësisë. Mirë po, propozues i autorizuar ligjor është Qeveria e Republikës së Maqedonisë. Në 24 janar ka pas një unanimitet, pas një vot kundër, partnerët e koalicionit të kohës e kanë dorëzuar 3 ligjet në Kuvendin e Maqedonisë, ku parashihet që provimi të jepet i tërësisht në gjuhën shqipe. Dhe nuk ka pas asnjë dilemë. Shto këtu, një detaj shumë i rëndësishëm për ju, por edhe për zotrinë edhe të tjerë. Ky ligj përveç se ka marrë miratimin e pëlqimeve në fazën paraprake nga Ministria për Sistem Politik, nga Ministria e Financave, por edhe nga Sekretariati Ligjvënës. Po çfarë është çudi absurdi? Olivera Noçevska është udhëheqëse e Sekretariatit Ligjvënës. Është e njëjta që është sot. Atëherë ka dhënë edhe ajo pëlqim që provimi mund bëhet në gjuhën shqipe. Çfarë ndodhi që tani kjo mos bëhet? Pra ky është një ligj në kohën e kryeministrit Kovacevski, propozim ligj, i cili ka shkuar në kuvend dhe i ka kaluar të gjitha filtrat qeveritar edhe pse nuk u votua në kuvend. Në kuvend ne u futëm në qeverinë teknike dhe në zgjedhje. Pastaj ne ishim teknikisht, mandati im ishte 10 mujor efektiv. Pjesa prej vitit 2024 ishte teknik sepse ne rrini ministër edhe pas zgjedhjeve derisa të krijohet qeveria e re. Qeveria e re. Për sa kohë ishte qeveria teknike, ky ligj nuk mund të votojë. Nuk mund të votojë sepse u shpërnda parlamenti dhe ne shkojmë në zgjedhje. Okej. Por ligji qëndronte në arkivat e kuvendit të kryetarit të ri që ishte zotria Frimgashi. Dhe qeveria pa asnjë arsyetim e tërheq mbrapsht
këtë ligj dhe dy ligje të tjera. Cila qeveri? Qeveria e re? Qeveria e re gjithmonë, qeveria me përbërjen e VMRO-DPM-s dhe LSDM-s i tërhek mbrapsht këto, pas një arsye. Do me thënë, në qoftë se qeveria kishte vullnet, dhe klasa politike që është në pushtet sot kishte vullnet, dhe e shikonte këtë çështjen jo si të arritur të qeverisë së kaluar, fjala vjen, po e shikonte nga aspekti pragmatik i përfitimit të shqiptarëve, thjesht do duheshte ta kishte vazhdu procedurën dhe parlamenti dhe të votonte, po. Asgjë më shumë. Po pse nuk u bë kjo sipas jush, edhe se përgjigjja mund të jetë e pritshme, po pse nuk u bë kjo? Pse u trembën përfaqësuesit tani të Vlenit që do të thoshte opinioni, do të thoshit ju, do të thoshte opozita që ja ky është ligji jon dhe ju e votoni ligjin ton? Për të mirën e shqiptarëve, çfarë problemi ka që të votojë? Do të votonin edhe vetë opozita, do të votonin edhe deputetët të BDI-s të tjerët apo që nuk ishin në qeveri. Do të votonte edhe LSDM. Kryetari i saj në një prononcim para disa jave, të përsëritur, ka thënë që për ne është ligj i cili duhet votohet dhe gjuha shqipe duhet të implementohet në provim. E thot sot, tani më keni një absurd shumë të madh. Kryetari i opozitës Maqedonas, dhe deri dje, bashkëpropozues me mua, thotë që mund të jepet i tërësisht në gjuhën shqipe, kurse del Vlen edhe thotë që ligji do duhet të jepet gjysma shqip, gjysma maqedonisht. Domethënë nuk ka absurd më të madh se kjo. Po si mund të presim ne, domethënë VMRO, për momentit të parë që erdhi në pushtet dhe para saj atakoi gjuhën shqipe përmes sekretarit të përgjithshëm në gjykatën kushtetuese. Tani çfarë presim ne? Që ato ta implementojnë gjuhën shqipe? Jo. Çfarë bën Vleni? Vleni nuk besoj që në Vlen ka ndonjë aty që nuk do që të bëhet realitet. Problemi është nëse ato nuk kanë fuqi dhe peshë dhe as guximin që ti kundërvihen kryeministrit dhe shumicës parlamentare, sepse absurd tjetër është edhe për këtë ligj, edhe për ligjin për përfaqësimin drejt, e dini kush është propozues? Zëvendës kryeministri i parë. Kjo nuk ka ndodhur dhe nuk mund ndodh. Domethënë kjo është materie që rregullon punën e Ministrisë së Drejtësisë. Dhe ju ta çoni këtë në një nivel i cili nuk është institucioni i cili ka ekspertizën e duhur ligjore, kadrovike, profesionale. Dhe nuk mund ta çoni ju, sepse as nuk mundet në aspektin profesional ta mbrojnë nesër në kuvend këtë as zëvendës kryeministri i parë, po as i dyti dhe i dhjeti. Nuk mund që ta rumbullaksojmë çështjen e kësaj situate me ligjin e jurisprudencës. Pra, ligji u tërhoq, por praktika është aty. Propozimet që jepen sot, sa të dëmshme janë, ose sa shkojnë poshtë këtij propozimi, i cili me gjas, nëse do kishte skenë politike jo zgjedhore, do të kalonte. E para më mirë, mos rregullohet fare se të rregullohet siç është propozimi i tanishëm që gjysma të bëhet shqip, gjysma maqedonisht, sepse pastaj gjithë provimet maqedonisë në tërësi, absolutisht gjithë do të bëhen që pjesa teorike do të jepet në shqip dhe pjesa praktike të bëhet maqedonisht, sepse komunikimi përveç gjuhës shqipe bëhet edhe në gjuhën maqedone për institucione. Ju jeni punonjës në punë shtetërore, i cili përveç palëve shqiptar shërbeni edhe palën maqedonase. Domethënë që punën praktike e keni detyrim edhe në gjuhën maqedonase. Dhe ky është propozim Frankenstein, nuk ka asnjë logjik në të na thonë ku ndodh kjo. Sepse ne marrim praktika evropiane, të vendeve perëndimore, botërore, ku është zgjidhur dhe ku ka shembuj të tillë. Nuk duhet ta shpikim ujin e ngrohtë. Ne kemi në Belgjik, ne kemi shembuj në Zvicër, kemi shembuj në Finland nëse s'gaboj, ka në Kanada ku provimi jepet në gjuhën am pas një farë lloji reperkusioni. Tani këto na japin një zgjidhje gjysmake e cila është shumë e dëmshme. Unë e thash edhe një emision tjetër e përsëris. Nuk duan të kenë as drojë as frikë që mos e zgjidhin. Sepse ne kemi shqiptar përgjatë këtij 35 vjeçari, njësoj si zoti Abdurrahman Aliti, Indier, Imeri Meri, Arben Xhaferi, por edhe të tjerë të cilët çështje të cilën nuk kanë pasur kapacitet të fuqisë, qoftë objektive ose subjektive, nuk i kanë mbyll. I kanë lënë të hapura që në zgjedhjet e reja mund të Vleni të forcohet akoma shumë të ta imponojë ose ta marrë nesër ministrin e drejtësisë. Domethënë, ato nuk kanë nevojë që të shpikin gjëra që nuk kanë kuptim. Në këtë rikonstruim e kërkoi ministrin e drejtësisë,
e procesojnë siç duhet, edhe mbyllet tema. Pse të duhet Karakamisheva të jetë fanari rreth cilit të duhet rrotullohen ato në një det trazum. Po ripërsëris, nuk është turp dhe as tradhti që gjërat të cilët nuk mund t'i zgjedhin sot, qoftë për arsye objektive, qoftë për arsye subjektive, të mbyllin në mënyrën më të keqe sepse do i sigurojnë vetes një vend të turpshëm. Ky ligjerimi juaj, ky shpjegimi juaj, prapë më çonte ajo pyetja, që ndoshta edhe filluam në fillim disi bisedën. Njerëzit këtë nuk e kuptojnë dot. Në çfarë kuptimi? Në qoftë se është e dëmshme, si ka mundësi që këto e pranojnë? Nuk e di, unë jam i gatshëm atëherë dhe sot t'i ndihmoj, duke i bërë publike, sepse këto informacione janë publike, që këto t'i marrin si dokumente, edhe të thonë që institucionet janë po të njëjtat. Mund ndrohet titullari, sot ka qenë krenari, nesër është Nazimi, nesër mund të jetë dikush tjetër, po institucionet mbeten të njëjta. Pra ju jeni i gatshëm të jeni një lloj këshilltari, një lloj ndihmuesi i vlenit sot për këtë çështje. Në çdo kohë, edhe unë paralajmëroj edhe sot për këtu që në diskutimet publike që do të organizojnë ato për këtë ligj, por edhe për ligjin për përfaqësim drejt adekuat, kudo që ato të organizojnë, unë do të jem prezent edhe do të bëj kritikun qoftë për mirë, qoftë për keq për gjitha këto. Nuk ka nevojë që ne të shahemi. Kjo është materie që na tangon të gjithëve. Thash, ka qenë iniciativë e imja personale për ta zgjidhur, mandej kur ka ardhur kërkesa e studentëve gjatë periudhës zgjedhore, kam thënë unë që me humor jeni me vonesë sepse unë këtë e kam nisë edhe do ta zgjidhim siç kishim zgjidhur edhe shumë halle të tjera. Po nuk ta pranojnë këtë, për shembull nuk thonë që kjo ka qenë nuk ka nevojë që të ma pranojnë. Po jo, kjo nuk ka të bëjë fare me nevojën tënde. Ka nevojë për transparencën e opinionit, ka nevojë për atë qëllim që them për ta zbutur situatën në kuptimin mos të shihen gjërat me thik sepse e ka bërë njëri, e ka thënë tjetri dhe ne për inat të njërit dhe për inat të tjetrit do japim zgjidhje të cilat mund të jenë problematike. Nuk ka lidhje fare me ty, mund të ishte kushdo tjetër ministër, por për hir të fakteve mund të heq një paralele. Domethënë kur erdhëm edhe ne morëm ministrinë e shëndetësisë, një prej punëve të mira që kishte bërë ishte ministri Bekim Sali, i cili kishte hapur specializimet në Universitetin e Tetovës, gjithsesi në spitalin, në klinikën e Tetovës. Dhe ne kemi thënë, unë e them që ka qenë një punë e mirë që ka bërë. Dhe ne trashëguam një bazament, të cilën ne e quam edhe për te asaj që kishte bërë. Kjo është dhe logjika, kështu ndërtohet puna. Njëri një gur tjetri, njëri më të madh, njëri më të vogël. Do njëri heq një gur, krijon një problem, hik nga qeveria, vjen ustaj tjetër. Domethënë kjo është e gjitha. Kjo logjik, domethënë kjo logjik mbetet me dhon. Dje pati drejtori i ansamblit këngëve dhe valleve shpërndau mbi 40 vendime për gjithë ansamblin dhe ishte një gjë për përshëndetur edhe është një veprim të cilin jemi mirënjohës gjithë. Domethënë, për punët e mira që bëhen, ne japim mbështetje. Për punët që nuk mund të kryen, nuk duhet me çdo çmim të kërkojnë armikun te ne. Pse se ka bë? Kjo është i bie siguraton nesër bie nga qeveria, edhe pse kanë 24 vjet qeveri dhe nëse vjen krenari ose Nazimi thotë pse se ka bë? Jo më zotni. Un kam pas 10 muaj ditë kohë efektive si ministër, ato i bëjnë 2 vjet punë kohë efektive si ministër. Prej këtu, prej Prishtine, thonë që gjuha shqipe nuk është zyrtare. Po kush e ka ndaluar zotin Bilal Kasami dhe zotin Izet Megjiti që bie një ligj për gjuhën shqipe? I ka ndaluar dikush për shqiptarëve? As zoti Ahmedi, as Sela, as Taravari nuk i kanë përkundrazi. Domethënë, nëse mbesin vetëm të çështjet të cilët janë pjesë e një përsëritje non-stop se nuk është morë zotëri, nuk është 2 vjet i ke bëje. Ti kërkon përgjegjësi për një punë që e kam bë për 10 muaj, kurse nuk je përgjegjësi për një periudhë që ka qenë 2 vjet i parë kësaj pune dhe janë 22 vjet tjera si bashkëpjesëmarrës në gjithë këto dasma dhe ahengje. Dua në fund vetëm të pyes edhe për ligjin tjetër, për të cilin me siguri do duhet kohë pak më e gjatë për ta sqaruar. Për përfaqësimin e drejtë. Si e shikon atë aspekt? I thatë që je i gatshëm të ndihmosh, por duke hyrë atë dilemë që unë kam si gazetar edhe si njerëz që ndjekim zhvillimet është më pengon kur opozita kundërshton me çdo kusht çdo gjë dhe abstrahon një realitet, dhe realiteti është që ai ligji është në procedurë parlamentare dhe do të sillet. Dhe çfarë do të bëjmë ne si shoqëri? Do ta kritikojmë, do të tentojmë të japim mbështetje këtyre që janë që
ta përmisojnë ligjin në qoftë se është problematik, apo thjesht do të besemi vetëm tek ajo pjesa e politikës që ti e ke fajin, unë e kam fajin. Dhe në këtë kontekst, ka pas shumë konstatime për ligjin për përfaqësim të drejtë, për çfarë duhet bërë që një lloj të përmirësohet aty ku nuk bën. Unë do të bëj, besoj në javët në vazhdim ose në ditët në vazhdim, pikërisht një emision për të sqaruar gjithë zgjidhjet ligjore që jep ai ligj, por kështu siç është, me gjithë reagimet që kanë ardhur, ne dëgjojmë në një anë një palë e cila thotë që është më e mira e mundshme, në anën tjetër themi që kjo është më e keqja e mundshme, dhe normalisht njerëzit që nuk lexojnë ligje, që nuk dinë të interpretojnë nenet, besin të konfuzuar. Cili është vlerësimi juaj në këtë kontekst? Çfarë duhet bërë dhe si duhet parë ky ligj? E para, edhe ky ligj, edhe ligji paraprak, kanë mungesën totale transparencës. Domethënë, përse gjatë gjithë kësaj kohe, ky propozim ligj që ka shkuar në qeveri dhe ky projekt ligj që ka parlamentuar vleni, nuk kanë parë dritën e opinionit publik që cilët në për debate publike. Domethënë, një prej kushteve për sill propozim ligji, ato janë të debatohen. Pse nuk shkoi ky ligj debatohet në Universitetin e Evropës Juglindore? Ne kemi 3 dekan minimalisht ose 4 dekan shqiptar në Maqedoni. Disa universitete të tjera tani. Nuk është kjo esenca sa është përmbajtja e ligjit. Përmbajtja është shumë e dëmshme. Shumë e dëmshme sepse ujku do duhet të ruajë dhenet, sepse Stojkoviqi do duhet kujdeset për procesin, sepse ai është ministër i ministrisë për marrëdhënie ndëretnike. E para, nuk ka komponentën, ky ligj nuk ka komponentën kryesore e cila është në sanksione. Nëse një ligj nuk e ka sanksionin, atëherë është vetëm deklarativ. Dhe nëse është deklarativ, nuk ka as nevojë për ta sill, sepse thuajse të gjithë nenet e saj përfshin liritë të drejta themelore të njerëzit, ku garantohet të drejta e punës, të drejta meritore, të drejta e identifikimit apo vetë identifikimit në bazë të përkatësisë etnike, gjë të cilët Maqedonia i ka miratuar, edhe duke qenë pjesë e antare e Organizatës Kombeve Bashkuar, domethënë Konventat për liritë të drejta themelore të njerëzit, por edhe vetë Kushtetuta e Maqedonisë i proklamon. Dhe këtu kemi njëri përsëritje dhe themi që do të bëjmë një organ i cili do të jetë brenda qeverisë, i cili do të merret me analizën. Gjë që e bën avokati i popullit. Po mirë, këtë konstatimin kemi dëgjuar, me thënë problemi kryesor është se s'ka sanksione, ka një grup që do të monitoronojë, ne e dimë që kur ka grupe, pastaj monitorimi, raportet e tjera, nuk ka detyrime. Por nga ana tjetër kemi një ligj tjetër që u propozua nga Aleanca për Shqiptarët tani, apo përfaqësuesit e ligës ose partisë së re, lidhjes shqiptare, se edhe unë ngatërova emrin të partisë së re, por nuk e kam aty qëllimin. Dhe kemi 2 propozim ligje. A nuk do duhet bashkohen shqiptarët me më të mirën e mundshme dhe të japin se ende ka mundësi të krijohen amendamente. A nuk mundet kjo të krijohet edhe të arrihet më e mira e mundshme? Për këtë mbetet për të parë, sepse derisa është futur në procedurë parlamentare, ndoshta do mund të pranojnë shumica amendamente, por unë do të vendoj edhe një defekt akoma më të madh që e përbën ligji. Aty përkatësia etnike nxirret nga dokumentet e identifikimit, dokumentet personale, ka letër njoftimi, pasaporta ose patentë shoferi. Kjo fushë është rregulluar në aspektin gjuhësor. Domethënë ajo tregon aspektin gjuhësor, jo edhe etnik. Sepse ti po mund të jesh një maqedonas dhe ta marrësh dokumentin në shqip, sepse të duket simpatike që në pasaport të kesh 4 gjuhë. Garanca e parë që ky ligj do keq përdoret, edhe sikur në variantin tjetër jetë optimal, ideali, është nga ku e gjen dhe ku buron përkatësia etnike. Sot, nëse ti je deklaruar shqiptar, e ke në 2 gjuhë. Në fakt nuk e deklaruar shqiptar, por formularin e mbush para organeve të Ministrisë të Punëve të Brendshme dhe thua dua edhe në gjuhën shqipe, edhe ke 2 gjuhë. Dhe do të konkurosh si shqiptar. Në moment që gjen një konkurs që është kërkohet turk, ju do të shkoni dhe e thyni ose do e humni letër njoftimin, do shkoni atje do merrni formular, do thuash se dua edhe në gjuhën turke dhe ti me automatikisht ky ligj të mundson që të bëhesh turk. Vetëm se duke ndëruar gjuhën në dokumentet e identifikimit. Domethënë, ka disa mangësi ligji, por edhe në aspektin e peshës institucionale, ai është shumë më i dobët se ministria, është shumë më i dobët se sa sekretariati për implementimin e marrëveshjes së Ohrit, është shumë më i dobët se avokati i popullit. Domethënë,
Ky grup do bëj raporte. Këtë raporte bën çdo vit avokati i popullit. Domethënë, ky do ta duplifikoj avokatin e popullit. Nuk ka mekanizma disiplinore, kanë gjetur një formulim shumë qesharak i cili thotë do shkarkohen këto funksioner, kur ti ke një armat me institucione në përgjithë Maqedoninë, e para nuk do mund të vijë në shprehje për të parë këto. Ka qenë zgjidhja e thuajse në nivelet e përsosmërisë, ajo që ishte para kësaj, ku për çdo plan për punësinë, për vitin, po, ju duhet të mirënit patjetër edhe pëlqimin e ministrisë për sistem politik dhe marrëdhënie ndëretnike. Ishte unë kam sqaruar me një ekspert juridik këtu pikërisht çështja se si funksiononte balancuesi dhe për fat të keq atë që të gjithë juristët e thonë, me të cilët edhe unë jam konsultuar, është që për shkak të shkeljeve të ligjit u hoq ligji dhe nuk u dënuan shkelësit e ligjit. Po mos harroni se unë bëra edhe veprimin konkret me certifikatën e lindjes ku në mënyrë absolute ju do të para organeve do të jepnit përkatësinë tuaj etnike dhe nuk mund ta ndronit. Bilës në fazën e përgatitjes së ligjit për përfaqësim drejta adekuat si nevojë, të cilën thuhet edhe në planin për rritje dhe për strategjinë 2024, domethënë të hartuar dhe që implementohet tani nga ana e ministrisë të cilën e drejtoja unë kohë, ishte nevoja që përkatësia etnike karshi shtetit tjetë në afatin 10 vjeçar kur është edhe regjistrimi. Shteti vjen të pyet në shtëpi dhe thotë çfarë je? Unë jam shqiptar, por deri në cenzusin e ardhshëm ti do të jesh shqiptar. Në përditshmëri ti sillu si të duash. Mund të bëhesh edhe kinez, edhe amerikan. Po gjykata kushtetuese në atë kohë e rrëzoi ligjin se aktin e ligjor e rrëzoi për afat kushtetues të publikimit, ishte një rreng shumë i bukur që opinioni nuk e kapi, kurse ligjin që ishte 30 vjet në fuqi dhe afërsisht 80 vjet pranë kohët jugosllavisë e rrëzoi sepse deshte të ikë kësaj. Por sot deputetët i kanë bërë thirrje e përsërisë edhe nga studia juaj, deputetët shqiptarë qoftë në pozitë, qoftë në opozitë, mund të bëjnë një amandament në ligjin ekzistues për librat am dhe deklarimin e përkatësisë etnike ta bëjnë opsional, sepse në realitet nuk mund të jetë obligativ dhe kjo ishte arsyetueshmëria e gjykatës kushtetuese, por duke qenë opsional, atëherë do të qëndrojë në ligj, do të mund vendoset në certifikatën e lindjes. Sepse jep opsionin qytetarit. Tani, nuk mundem mos ta bëj këtë pyetje, kur ju dëgjoj, kur e shoh argumentimin, kur e dëgjojmë logjikën, ja nuk duam ta marrim se janë dashakeqes këto që janë tani, megjithatë kritikën duhet ta pranojnë se mund bësh edhe një zgjidhje ligjore pa të keq, si me thënë, që mund mos dale aq e mirë. Megjithatë në krye të këtij procesi të këtij ligji ishte një përfaqësues që vinte nga Aleanca për Shqiptarët, që ishte Arben Fetaj, ai tani është i dërhequr, por si ka mundësi që këto ligjerime, këto shpjegime dhe këto ligje në këtë lloj mënyre se si ti i përshkruan që janë problematike, kanë ardhur nga njerëz që kanë qenë pranë jush. Nuk do të thoja kështu, sepse zoti Fetaj ka qenë zëvendës kryeministër, në fakt zgjedhja në kuvend është ministër paresor. Dhe mandej në seancë qeveritare ju e ngarkoni me një detyrë e cila në këtë rast ishte për qeverisje të mirë. Flasim tani për frymën, për personalitetin, tani më kupton pyetjen. E kuptoj pyetjen, por do të vi edhe te përgjigja, po paraprakisht do të shpjegoj. Dhe një ministër paresor nuk e ka të drejtën e formimit të grupit të punës. E drejta e grupit grup punues për ligjin i takon një ministrie merresor. Dhe këtë rast, 2 do të ishin ministrit të cilët do duhet ta bënin këtë. Edhe konform ekspertizës që ofron, domethënë kadrovikut profesional që e kanë për të saj, është Ministria e Drejtësisë, një, dhe Ministria për marrëdhënie ndërjetnike. Sepse vetëm këto janë 2 ministrit përgjegjëse për këtë gjë. Disa herë është prononcuar zoti Fetaj që po sjellim një ligj dhe po bëjmë, por asnjëherë nuk derisa ishte zoti Arben Fetaj nuk doli. Edhe nuk ndodh që sot ai të jetë propozues, sot propozues zëvendës kryeministri i parë. E qartë, po e kanë fjalën tek fryma, tek ideja që në qoftë se ti bën një ligj që s'është i përshtatshëm dhe
që është i dëmshëm, ndërkohë që si figurë, si figurë politike pranë ishte pranë jush, është pak kontradiktore apo jo? Domethënë, kjo qasje vjen si pasojë e gjithë organizimit politik në cilën bën pjesë zotëri Fetaj. Domethënë, qasja mund të them pa dashur të ofendoj inferiore. Karshi vëmëros është të gjithë figurat politike të Vlenit, sepse kryeministri deklaron ditën e nesërme, mbasi u bë kërkesa e studentëve, tha do jepet në gjuhën shqipe, tha aprovimi, tha s'ka gjë të keqe. Në rresht, krejt Vlenit do jepet në gjuhën shqipe. Kryeministri thotë do shohim dhe çojmë Komisionin e Venecias, në rresht, krejt Vleni do çojmë Komisionin e Venecias. Kryeministri thotë do shikojmë zgjidhje thotë kreative, gjithë në rresht Vleni thotë do bëjmë zgjidhje kreative. Domethënë, çfarë kemi? Atë që e thotë në maqedonisht zoti Mickoski, e dëgjojmë shqip nga eksponentët e Vlenit. Dhe kjo është për të ardhur keq. Nuk ka ndodhur më herët që të ketë kështu unison në faktorin politik shqiptar. Edhe në momentet më të këqija kur ka qenë Bashkimi Demokratik për Integrim, ka pas fraksione brenda tyre që nuk e kanë pranuar këtë farë lloj logjike. Domethënë asnjëherë nuk ka qenë instaluar, për herë të parë ndodh që përkthimi të jetë institucion tek shqiptarët. Dhe për fat të keq, dhe këtu do ta mbyllim sepse sigurisht do kemi mundësira të tjera, me që do t'jesh më prezent në jetën publike, por ato për të cilin zhgënjejnë qytetarët është nëse e thot partia ime vetë ajo ka të drejtë, dhe nëse e thot kundërshtari s'ka të drejtë, dhe ne këtë logjik duhet ta thyem për të mirën e përgjithshme. Ne jemi dalë nga shoqëri patriarkale dhe sidomos duke që jetuar në Ballkan, ne gjithmonë atë që tham fillim të emisionit, gjërat kemi parë bardhëzi ose këndej ose andej. Urojmë që kjo gjeneratë e studentëve ta thyj këtë mur ndarës. Krenar Lloga, faleminderit shumë për këtë bisedë të sinqertë, të qetë dhe shpjeguese për sidomos aspektet ligjore të ligjit apo për jurisprudencën edhe gjithë atë krijimin e atij diskutimi për atë çështje, por sigurisht edhe çështjet e tjera, por do të rishikohemi sërish. Faleminderit për mundësinë. Dashur ndjekës, këtu përmbyllim këtë bisedë, sigurisht që do të rikthehemi sërish bashkë. Deri atëherë, mirupafshim.